Çekurdev Bargadas. Flavia Çekurdev. Bargadas, sot ti më le mua pak hapësirë të lirë që të përgatisja e vetme temën e episodit të 14. Dhe në fakt nuk kisha asnjë ide, por në një moment kur nisa që të shkruaja në lidhje me episodin e sotëm, e ndjeva që një nga gjërat të cilat më ka munduar dhe kam ndjerë veten më shumë në vështirësi ka qenë pikërisht ajo ndjesia që kam pasur ose edhe është ndjesi e përsëritur që e të ndjerit vetëm dhe pikërisht nga fakti që e kam pak të vështirë që të kërkoj ndihmë. Dhe sot në fakt kam dëshirë që të flasim pikërisht për këtë temë bashk, edhe për veten, edhe për të gjithë ata që kanë të njëjtën ndjesi si unë dhe besoj që ndoshta edhe ti Bargadas e ke pasur ndonjëherë këtë ndjesi. Nuk e di. E ke pasur ti Bargadas këtë ndjesi njëherë se E kam edhe unë. Mendoj që kam pasur edhe e kam, por tani gjërat kanë ndryshuar në mënyrën se si e shet gjërat. pse është kaq e vështirë që njerëzit të kërkojnë ndihmë? Mendoj që është goxha komplekse. Një është mënyra se si jemi rritur, se si jemi edukuar, mbarësi të familjes, mbarësi të vendit. Po themi veriu është më kokfort në këtë pjesë, me sa mund ose një pjesë, nuk dua ta ndaj në këtë formë. Por që, domethënë, i themi pak më kokë të fortë. Dhe këtu sërish është mënyra se si familja mundet të na edukoje. Po do thoja një element shumë i rëndësishëm, e prek e pak. Gurgjia thot gjithmonë që njeriu në fundit, edhe pse ka një familje dhe shumë marrëdhënie, është vetëm. Vjen vetëm në këtë jetë dhe ikën vetëm nga kjo jetë. Por në këtë jetë ne takojmë shumë njerëz. Jeta na ofron shumë mundësi, shumë eksperienca etj. Dhe do thoja në një anë mund të jetë kompleksi i mendimit që unë ti nuk kam nevojë të mbarem nga ana tjetër, nga të tjerët. Por në anën tjetër mund të jetë edhe ajo që kërkosh ndihmë duhet besosh te dikush. Por që të besosh te dikush do thoja së pari duhet besosh tek vetja. Dhe ndoshta këto e shoh dhe tek vetja ime. Unë përgjithsisht kam qenë një natyrë e cila kam pas vështirë t'ju besoj njerëzve. Dhe kam kuptuar që nga dal, kjo ndoshta vjen nga që nuk i besoja shumë vetes. Dhe sa më tepër i kam besuar vetes duke u rritur në rrugën shpirtërore, duke i kuptuar gjërat ndryshe, atëherë kam pas më të lehtë t'ju besoj njerëzve. Po them për atë që duhet i besoj, se s'mund t'i besosh gjithçka. Dhe kur rritesh në këtë gjë, atëherë ke dhe më të lehtë të kërkosh ndihmë. Pra nëse do ta përmbledh, është një element shumë i rëndësishëm vëzhgimi brenda vetes dhe pranimi sa e pranojmë veten tonë. Sa të qëndrueshëm dhe konfident jemi brenda vetes tonë. Edhe një mendoj që është shumë e rëndësishme, kemi frikë nga opinioni i tjerëve. Dhe mendoj ky është një element shumë i rëndësishëm. Pra nuk e dim se si tjerët do na qasen. A do na gjykojnë, pra do na prekin, se në farë mënyrë kur kërkojmë ndihmë, është një lloj, nuk do thoja dobësie, po është diçka që ti ke nevojë për dikë apo diçka. Pra ka nevojë të plotësohet diçka, së brendshme apo së jashtme. Dhe nuk kemi siguri a do gjykohemi për këtë apo jo. Dhe kjo sërish ka nevojë për besim, duhet t'i besojmë personit. Kemi nevojë ta ndjejmë këtë gjë. Dhe nuk e di se si mund ta shohësh ti kur e bën analizën për veten tënde, por mendoj një ndër gjërat është që është e vështirë të besojmë, pra ti besojmë dikujt. Dhe nëse e shohim këtu, do të thotë edhe ti besosh vetes tënde. Dhe çfarë nën kupton kjo, sepse ne vetë jemi duke ndryshuar
çdo ditë jetës tonë. Herën e kaluar patëm anën dhe ne shohim sa shpejt ndryshojmë. Pra brenda një viti, po themi, nëse kthejmë syt mbrapa, jemi një person plotësisht tjetër. Dhe nuk e di si mund ta përshkruash eksaktësisht kur e vëzhgon pra atë çfarë ndan për veten tënde, por unë do thoja këto, unë kam po themi edhe çfarë vëzhgoj është dua t'i besoj një personi. Dua të ndjej siguri. A gjykohem a nuk gjykohem. Tani është ndryshe sepse ti kur rritesh brenda teje, nëse njerëzit të gjykojnë apo s'të gjykojnë, është biznesi atyre, ti vazhdon të jesh ai që je. Barkadas, po edhe pse në rrugën shpirtërore, neve kërkojmë ndihmë. Pra, është një formë besimi, dorëzimi, nuk e di se si duhet ta ndajmë këtë gjë. Ne kërkojmë ndihmë dhe në momentin që kemi krijuar ato pritshmëritë që unë do të drejtohem ty dhe ti do të më ndihmosh mua dhe ti nuk ma jep këtë ndihmë. Atëherë kjo nuk bëhet një pengesë që ti të mos ose jo mos guxosh, po mos ta marrësh të iniciativë edhe një herë tjetër, sepse ke frikë që do zhgënjehesh edhe kjo gjë do të të lëndoj pastaj. E kuptoj këtë që thua. Në realitetin normal kjo ekziston. Pra se ne jemi të lidhur me njerëzit dhe sidomos shumë emocionalisht. Ndërsa në rrugën shpirtërore nuk janë emocionet ato që na udhëheqin. Pra kur flasim për dashurinë, që këtë që kem nevojë ta njohim, nuk është emocionale. Pra se emocioni në vetvete është diçka i kufizuar, është diçka që shumë raste të mbyt. Ndërsa dashuria është e lirë, asnjëherë asgjë nuk e kufizon. Pra, dhe në jetën normale ne shohim shumë ose gjithçka është shumë e lidhur dhe duke parë veten tonë. Kurse në rrugën shpirtërore zgjerohet kjo gjë, nuk shef vetëm veten tonë, çfarë të duhet ty dhe kush do ta plotësoje, por e kupton edhe tjetrin. Pra okay, unë e kërkova ndihmën, po themi dikujt tjetër, dhe ma dha, pra ti i vendos këmbët e tua dhe në këpucët e atij tjetrit. Pra fillon ta mirëkuptosh atë tjetrin. Ose gjithkon. Fillon ti mirëkuptosh rrethanat ose vetë jetën. Nuk do të thotë që jeta duhet të jetë ashtu siç ti e don. Dhe ky është ndoshta një gjë që ne e duam, kur e duam diçka, se ne e duam. Jo, nëse është e thënë të ndodhi, do ndodhi, nëse s'është e thënë, pra mënyra perceptimi jon është shumë i kufizuar, Flavia. Po themi edhe një herë, e prekem pak me anën, ne kemi menduar që jeta jonë do të jetë në një mënyrë tjetër, por nëse shohim jetën që po jetojmë sot, nuk e kemi menduar asnjëherë në jetën tonë, në asnjë moment. Unë s'e kam menduar asnjëherë për gjatë jetës time që sot do jem duke jetuar këtë që po jetoj. Pra këtu nënkuptojmë që vetë jeta është më shumë se sa ti mendon. Pra detyra jonë është ti përshtatemi jetës, nuk mund të bëjmë jetën të na përshtatet ne. Dhe mendoj këtë pamje, këtë vizion të jep jeta shpirtërore, që ti përshtates jetës, jo të jeta të përshtatet ty. Pra ti të pranosh gjithçka që të vjen dhe gjithçka që të jepet. Eksakt. Dhe nuk është se do thuash, okay, unë tani do pranoj. Është një ndryshim i brendshëm që vjen. Pra është një proces transformimi që ndodh brenda teje, nuk është se okay, thua sot do filloj të pranoj, nuk ndodh kështu. Pra po ti transformohesh, ndërgjegja ndryshon dhe prandaj kur e prekim fuqia një mjeshtri shpirtëror, është sepse punon brenda teje pa kuptuar. Pra nëpërmjet mësimeve të tij, nuk është diçka thjesht ku diun si ta them, materiale thatë mësimi i tij, është vërtet proces transformimi. Po mirë, Barkadas, tani të kthehemi pak te koncepti i ndihmës, qoftë edhe kjo në jetën e përditshme dhe në rrugën shpirtërore. Kush është ai momenti që neve ndalemi të kuptojmë që po, tani kam nevojë për ndihmë? Mendoj që gjërat vijnë natyrshëm, gjithçka ka momentin e vet. Dhe këtë moment që po flisje, po ndaje këtë, po m'vinte diçka në gjithë secili ndihmën e konsideron sipas stadit të jetës tij. Pra mënyrës se si e sheh jetën, sheh veten, gjëra tjera. Por diçka materiale që ka nevojë shumë e rëndësishme në jetën e tij. Ndërsa në rrugën shpirtërore, ajo çfarë ti ke nevojë është komplet ndryshe.
Po themi, unë nuk kam, e them, do më thënë duke qenë vërtet grounded me kom në tokë. Unë kam nevojë sot për shumë gjëra, nevojë për gjëra materiale, sepse jetojmë në realitet fizik. Kam nevojë të ushqem, kam nevojë të lëviz nga këtu atje, kam nevojë të vishem, por nga dalë ti i minimizon, pra nuk ke nevojë të egzagerosh. Po çfarë kam nevojë vërtet? Kam nevojë për dashuri, Flavia. Kam nevojë të ndjej atë e cila vërtet më bën ta jetoj jetën në plot kuptimin e saj. Pra kjo është nevojë, kjo është ndihmë. Dhe kur e shoh këtë gjë, pastaj kthehem ku mund ta gjej këtë? A ma jep ky person, a ma jep ai person, a ma jep shkolla, apo ma jep... Dhe gjithon e kemi parë, jo, askush s'mund ma japi, sepse vetë, pra shoqëria nuk e ka këtë gjë. Dhe kush ma jep? Ma jep një person ose diçka që e ka. Dhe prandaj ne çfarë gjetem te gurgjia e çfarë ndryshoi, sepse gjetem tek ai që askush tjetër nuk na dha. Pra dhe atëherë nevoja ose ajo çfarë ti ke nevojë, pra ndryshon. Pra nga materialja, pra nuk ka të keqe të duash diçka materiale. Por materialja, siç e kemi prekur, është e përkohshme, sot e ke, nesër s'e ke, pastaj është si një peshq që gjithë jetën e tij jeton në ujë, nëse i thahet ujë, atëherë çfarë të bëj? Ai do ngordhi i shketi. Edhe gjërat materiale janë të përkohshme, Flavia, kanë një limit. Ndërsa dashuria ose ato çfarë kush ne jemi është e palimituar dhe për këtë kemi nevojë ne. Kemi nevojë për diçka të përhershme që vazhdon. Dhe kush është ai? Kush është ai që nuk është duke kërkuar për diçka të përhershme? Kush është ai person që nuk do çdo moment, çdo sekond të jetës tij të ketë plot gëzim, plot dashuri, plot hare? Kush është ai? Mos thuaj. Një që thotë, unë nuk e dua. Pra ne duam diçka të qëndrueshme dhe diçka të qëndrueshme mund ta japi vetëm ai që e njeh, ai që e ka, ai që e përjeton. Pra është si ti, ndryshe mund më përpara ndoshta ose gjithë secili mund t'i vije në një formë ndihme një shoqe tënde, po sot është komplet ndryshe, mund t'i ofrosh më shumë të njëjtës shoqe se që i ke ofruar më përpara, mund t'i ofrosh sot. Pse? Sepse ke ndryshuar vetë. Tani në këtë pikë që më more shembull edhe shoqet, unë do thoja që për mua ka qenë gjithmonë më e thjeshtë që të ofroj ndihmë se sa ta marr atë. Tani pse është kaq, përveç faktit që si puna ime mendoj që ka edhe shumë të tjerë, pse ndodh kjo? Pse kemi më të thjeshtë të ofrojmë ndihmë se sa ta mirëpresim atë mbështetjen edhe ta kërkojmë mbështetjen e të tjerët? Mendoj që ka nevojë të shihet me kujdes sa të sinqert jemi në atë që japim. Pra një person që jep gjithmonë nuk e ka probleme dhe të marrë. E gjithë kjo ideja është të shohim sa të sinqert jemi në atë që japim, sa të pamvarur jemi nga ajo që japim. Sepse edhe ne japim, ne vim ndihmë, Flavia, por ndihma e vërtet është ajo ku ti e jep dhe nuk je i lidhur. Dhe sërish ne prandaj shumë marrëdhënie prishen, sepse ose e gjejmë shumë herë, dhash, dhe jeta nuk po ma kthen. Atëherë thjesht tregojmë që ne jemi të lidhur, nuk është vërtet e sinqert ajo që japim. Ne jemi duke dhënë diçka me shpresën që i di do na kthehet. Dhe nëse ti je duke dhënë në mënyrë vërtet sinqert e ndjen çfarë ke e jep, atëherë dhe për të kërkuar do kërkosh, mendoj unë, pas një lloj sikleti, pas një lloj problemi. Por mendoj sa më shumë t'japësh, aq më tepër rritet mungesa e nevojës për të marrë, për të kërkuar. Se më thënë drejtën, kur ne japim, ndjemi më plot se sa kur marrim, dhe mendoj këtë po e sheh edhe me jetën shpirtërore. Ndoshta jemi më të varfër, kemi më pak gjëra, po jemi shumë i plotësuar. Pra dhe kjo vërtet është çfarë rruga shpirtërore po na mëson, që jeta është rreth dhënurit. Dhe prandaj vetë jeta eksaktësisht çfarë ne po përjetojmë, do kujdeset vetë për ty. Zoti Hyjnoria do kujdeset vetë për ty. Do të sjellë çfarë ty vërtet duhet.
Dhe prandaj sërish t'i kthejmë asaj, janë shumë rëndësishme që jeta na tregoj çfarë ne na duhet, jo ne ta përcaktojmë çfarë ne na duhet. Dhe mendoj atëherë jeta bëhet vërtet shumë e thjeshtë dhe praktike. Lutja mendoj është vërtet një element shumë i rëndësishëm, sepse është diçka që vjen nga thellësia jonë. Pra dhe është një marrëdhënie jo vetëm me hynoren, po themi edhe së pari me veten tonë, sepse është një moment që ne vendosemi brenda nesh. Është diçka që vërtet buron nëpërmjet nesh. Dhe lutja sërish duhet parë se mund ta shohim edhe lutjen në shumë anë, mund të jetë edhe lutje që ti je duke kërkuar gjithkohën. Një shtëpi. Kjo nuk qëndron. Ja, mund qëndroj, ja kupton. Më ka ndodhur në fakt Bargadas që kur kam qenë në vende të shenjta, edhe kam parë njerëz që çka kërkove ose si ishte lutja, ose kemi diskutuar me shoqërinë, edhe që unë dua një punë të re, ndërkohë që është mirë, ndodh që edhe kjo të kërkohet. Po, çfarë thatë gurxhia në këtë? Gurxhia thotë vazhdimisht që njerëz vinë edhe kërkojnë çfarë do. Thotë sigurisht Zoti mund t'ju japi gjithçka njerëzve. Pa e çfarë vërtet ka nevojë njeriu, nuk është gjërat materiale, do t'i kesh gjërat materiale që duhen. Por ajo që vërtet duhet është të njohësh esencën e jetës, të njohësh thelbin tënd, të njohësh dashurinë brenda teje. Bargadas, a mendon ti se Zoti na ndihmon ndonjëherë edhe nëpërmjet njerëzve? Se ne e diskutojmë shumë shpesh këtë që nuk duhet varemi nga njerëzit dhe të gjitha këto, po ndonjëherë disa ndihma të caktuara vijnë edhe pikërisht nëpërmjet këtyre njerëzve që ai vendos që ti lëri pranë teje. Ne shohim qenien më njerëzore më tepër dhe jemi të fokusuar te qenia njerëzore se jemi vetë njerëz. Po ta vëzhgojmë natyrën. Vëzhgojmë pemët, vëzhgojmë insektet, vëzhgojmë kafshët dhe gjithçka tjetër. E shohim që vetë natyra, pra gjitha këto që përmenda, sa të pavarur jetojnë. Pra ke qenin tek shtëpia, jam shumë i sigurt që nuk është gjithkohën duke të kërkuar ushqime tjera, dalje tjera. Ndoshta ndonjëherë po. Ky nuk është rasti qenit tim. A, vërtet? Okej, ti e ke mësuar, e ke edukuar atëherë sepse do që të përshtatet me ty. E kam përgëdhelur shumë. Du të them që vetë natyra kujdeset vetë për qenjet e saj, për krijesat e saj. Dhe sigurisht, kur i referohemi hynorës, Flavia, dhe ne do prekim sigurisht. Pak në konceptin e hinduizmit ose të baktit në këtë rast, nuk është hynorja një person që është mbi re. Hynorja është ajo çfarë ekziston në gjithçka, esenca e gjithçkaje. Pra nëse do hiqnim hynoren, asgjë nuk do ekzistonte. Pra që të thotë, vetë hynorja është gjithçka. Pra dhe thuhet në shumë shkrimet të shenjta që pra Zoti është brenda banusi, brenda zemrës që gjithë secilit. Pra brenda nesh e brenda gjithë secilit. Dhe duhet të them që çdo person që është rreth nesh do të thotë që asgjë nuk është e rastishme. Pra hynorja vepron nëpërmjet gjithë secilit dhe sjell bashkë gjithë secilin për atë çfarë ajo vërtet don t'i mësojë. Dhe duhet të them, po themi, ne nuk e kemi në kulturën tonë për shkak të mënyrën se si është ka dinamikë së historisë. Po nëse i shohim shenjtorët, po themi, e shef që asnjëherë nuk janë duke kërkuar. Dhe Zoti kujdeset gjithmonë për ta. Pra asnjëherë nuk i braktis. Dhe këtë e kemi parë në shumë tradita shpirtërore, pra shenjtore, që Zoti asnjëherë nuk e braktis qenien e tij. Pikërisht këtu doja që ta mbyllnim episodin
Me këtë mesazh që asnjë njeri që nuk duhet të ndihet vetëm dhe asnjë njeri që ka nevojë për ndihmë nuk duhet t'ia mohojë vetes atë për shkak të frikrave, për shkak të krenarisë apo të frikës edhe të paragjykimeve. Për këtë doja që të më pëlqeu shumë. Ti Bargadas ndonjëherë thua disa fjalë që më lë dhe mua kështu pa fjalë. Prandaj flasim që Zoti nuk është një koncept, Flavia. Zoti është eksperiencë. Paktën në kulturën tonë, atë çfarë po mësojmë dhe po përjetojmë. Nuk është një koncept, nuk është flasësh për Zotin ose të shkosh një herë në disa javë ti lutesh për atë që ti ke nevojë. Zoti është një marrëdhënie që duhet ndërtuar. Pra vetë jeta, pra na ka dhënë mundësinë që këtë koncept, pra jo këtë koncept, pra hynohen ta shohim në gjithçka, ne të jetojmë me ato. Dhe mendoj kjo është shumë thelpsore dhe çfarë ne jemi duke përjetuar çdo ditë jetës tonë. Përsërisht duhet të besosh, jo besosh si një besim të verbër, por të besosh tek jeta, Flavia, shumë e rëndësishme. Besosh tek vetja, besosh te ajo që është brenda teje. Dhe atëherë do kuptosh çfarë vërtet kjo do të thotë në nivel eksperience dhe jo thjesht fjalësh. Shumë faleminderit Barga. Do shihemi tani në episodin e radhës. Çaj kur Çigërdi.